E po, le të zhytemi menjëherë në këtë shpjegim vërtet magjepsës që zbërthen pemën kabalistike të jetës. Për ta thënë thjesht, kjo është një hartë jashtëzakonshme strukturore që përshkruan se si saktësisht energjia hyjnore rrjedh dhe merr formë në realitetin ton fizik. Për çdo që ka dëgjuar për traditat mistike dhe ka dashur gjithmonë një piknisje të qartë, pa u ngatëruar në terma të vështirë, ky material është fantastik. Është fjalë për fjalë një udhërrëthyes i përsosur që shpjegon se si energjia abstrakte kthehet në veprimet tona të përditshme. Plus, është një mjet absolutisht genial për çdo që po mendon të fillojë një praktikë të re meditimi. Për ta bërë këtë plan kozmik sa më të thjeshtë, do të ndjekim këtë rrjedh. Së pari kemi hartën e energjive hyjnore, më pas burimin dhe mençurinë, balancën e zemrës, mendjen dhe të padukshmen, dhe përfundojmë me manifestimin dhe harmoninë. Le të fillojmë. Pjesa e parë, harta e energjive hyjnore, plani mistik i krijimit. Le të shohim menjëherë themelin e kësaj harte universale. Tani, kjo është një nga ato gjërat që të bën të mendosh thellë. Në filozofinë kabalistike, forca supreme krijuese nuk manifestohet ashtu thjesht, drejt për drejt në botën tonë materiale. Pse? Sepse energjia e pastër hyjnore do të ishte thjesht e papërballueshme. Në vend kësaj, ajo rrjedh përmes 10 niveleve të quajtura sefire. Mendojeni këto si transformator elektrik, ashtu si rryma e tensionit të lartë duhet të ulet patjetër para se të ndezë një llam në shtëpi, ashtu edhe kjo energji e pafundme duhet të filtrohet me kujdes përmes këtyre 10 kanaleve për të krijuar universin që ne njohim. Kalojmë të pjesa e dytë, burimi dhe mençuria ose origjina e vetdijes. Këtu jemi vërtet në majën absolute të kësaj harte. Pra, sefireja më e lartë është ketër, që fjalë për fjalë përkthehet si kurora. Ajo përfaqëson burimin absolut, atë energjinë e pafundme, ku nis ajo shkëndija e parë e krijimit. Nëse mendojmë këtë nga perspektiva e dikujt që sapo fillon të meditojë, ketër është pikërisht ai momenti i heshtjes absolute, thellë brenda nesh, përpara se të formohet qoftë edhe një mendim i vetëm, është thjesht potencial i pastër. Asgjë nuk është krijuar ende fizikisht, por në atë pikë absolutisht gjithçka është e mundur. Këtu gjërat bëhen super interesante, sepse shohim dualitetin e parë të madh në këtë pemë. Nga kurora, energjia ndahet në dy rrugë. Nga njëra anë kemi çokmah, që është ajo ideja e papërpunuar, krejtësisht intuitive. Nga ana tjetër, kemi bina, që i jep asaj ideje strukturën e nevojshme për të kuptuar. Mendojeni fiks si një arkitekt. Çokmah është ai momenti genial kur arkitekti imagjinon vizionin për një ndërtesë, ndërsa bina është vizatimi inxhinierik, plani me përmasa, muren e temele. Të dyja janë jetësore. Frymëzimi pa struktura avullon shpejt, ndërsa struktura pa asnjë frymëzim është thjesht boshe. Dhe jap se kjo është e mrekullueshme për praktikën e përditshme shpirtërore. Ky proces, hap pas hapi, modelon në mënyrë të përsosur se si funksionon mendja jon. Çdo shkëndijë abstrakte e frymëzimit duhet patjetër të kalojë përmes një analize logjike para se të manifestohet si një veprim real i harmonizuar. Kjo na shpëton nga të vepruarit bazuar mbi impulse të çmendura, por gjithashtu na ruan nga mbetja të bllokuar, duke menduar e stërmenduar gjërat pafund. Është një mënyrë jashtëzakonisht praktike për të vëzhguar veten tonë. Seksioni i tretë, balanca e zemrës, harmonia e forcave të kundërta. Ndërsa energjia zbret më poshtë, ne hymë në sferën e emocioneve. E vërteta është se çdo energji e vetme, sado e mirë të jetë, nëse lihet të dominojë pa kufi, shkakton kaos. Këtu kemi çeset, dashurinë dhe faljen pa kufi. Por mëshira e pakufishme ka dëshpërimisht nevojë për gebura, që përfaqëson drejtësinë, kufi dhe disiplinën toksore. Për ta sjellë këtë në jetën reale, mendoni për prindërimin. Një prind jep dashuri pa kushte, sigurisht, por nëse nuk vendos kur asnjëherë kufi apo disiplinë, atëherë fëmia nuk do të ketë asnjë strukturë morale. Jeta thjesht kërkon këtë balancë. Edhe kjo na çon natyrshëm te një pyetje vërtet e madhe. Për çdo që përpiqet të meditojë mbi këto, si munden vallë këto forca kaq të fuqishme dhe kaq në kontrast me njëra tjetrën, të bashkëjetojnë pa e shkatruar qetësinë tonë të brendshme? Si mund të jemi njëkohësisht thellësisht të mëshirshëm dhe rreptësisht të drejtë? Zgjidhja është magjepse. Quhet tiferet, ose ndryshe bukuria. Kjo është pika qendrore në pemën e jetës. Ajo vepron pikërisht si një qendër harmonizuese.
Mendojeni atë si diellin në qendër të sistemit tonë diellor të brendshëm. Tiferet mban gjithçka në orbit, duke siguruar që as mëshira e tepruar të mos kthehet në naivitet dhe as drejtësia e ashpër të mos kthehet në diçka mizore. Ky është fikse ekuilibri përsosur i zemrës. Kalojmë te pjesa e katërt, mendja dhe e padukshmja, arsyeja, pasioni dhe ëndrat. Këtu prekim ndërveprimet tona të përditshme njerëzore. Këtu shohim përsëri një dualitet që e gjejmë kudo në jetë. Nedzak është pasioni i zjarrt, arti, emocionet dhe ambicia, por ky zjarr duhet të balancohet nga akulli i hod, që përfaqëson logjikën, shkencën dhe komunikimin racional. Me fjalë fare të thjeshta, Nedzak është artist i vrullshëm, plot ngjyra, ndërsa Hod është shkencëtari i saktë, i fokusuar te detajet. Për të marrë vendimet e duhura në jetë, kemi jashtëzakonisht shumë nevojë për të dyja këto forca. Pasioni na jep atë shtytjen dhe drejtimin, ndërsa logjika na ofron mjetet për të mbërritur atje të sigurt. Dhe pastaj, e gjithë kjo energji e mrekullueshme derdhet në jesod, në themelet tona. Kjo sferë është bota e nëndërgjegjes, vendi ku lindin ëndrat dhe imagjinata. Është si porta e fundit, si një hinke madhe kozmike, ku mblidhen të gjitha përvojat, emocionet dhe mendimet, pak para se të materializohen. Jesod ndërton themelet e padukshme, mbi të cilat më pas ngrihet realiteti i përditshëm. Seksioni 5 dhe i fundit, manifestimi dhe harmonia, ose me fjalë të tjera, vetë realiteti fizik. Më në fund, arritëm te Malkut, ose mbretëria. Ky është realiteti fizik ku ne jetojmë dhe marrim frymë çdo ditë, dhe detaji i preferuar këtu është ky. Sipas kësaj filozofie, bota fizike nuk është diçka e ulët apo e ndarë nga hynorja, përkundrazi, është pasqyrimi i saj drejt për drejt në materje. E gjitha kjo do të thotë që një rrugtim i vërtet shpirtëror nuk ka të bëjë me arratisjen nga bota reale, ka të bëjë me zbritjen e gjithasaj harmonie të mendjes dhe zemrës direkte në veprimet tona të vogla të përditshme. Nuk është as pak çudi që ky model mahnitës ndikoi thellësisht në aq shumë tradita të tjera, që nga hermetizmi e deri tek alkimia, gjatë gjithë historisë njerëzore, këto koncepte janë marrë dhe janë përshtatur si harta për rritjen e brendshme. Kjo tregon diçka shumë të bukur. Pavarësisht kohës apo kulturës, të gjithë kemi këtë sfidë të përbashkët të mrekullueshme për të balancuar atë çfarë mendojmë me atë çfarë ndjejmë dhe veprojmë. Kjo na sjell në këtë mendim përfundimtar vërtet të fuqishëm, kur reflektojmë pak rreth jetës në botën e sotme, që shpesh ditë jetë paksa kaotike, a nuk është thellësisht shqetësuese të kemi një hartë kaq të qartë për të lundruar fortunat tona të brendshme, duke mësuar saktësisht se kur duhet treguar forcë e vendosmëri dhe kur duhet hapur zemra për mëshirë, ne jo vetëm që e kuptojmë pemën e jetës si një filozofi të lashtë, ne në fakt fillojmë ta jetojmë atë çdo ditë. A do të jemi vallë të gatshëm ta përqafojmë këtë ekuilibër dhe ta kthejmë në realitetin tonë të ri qysh sot?